Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë këto momente të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e martë dhe jemi në javën e 4 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hy më e anëndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. O Jezus, je themeluesi i agjërimit të kreshmeve, më ngjillet na i mësove për shërim të mendjeve. Bëju tash krah kishës pendesës që ndroj pran, shtrir për dhe të lutemi të falësh mëkatet tonë. Ti fajet e ribëra, shlyej me hirin tënd, erojën ka armja me shumë butësi përdore. Të shpërblyer nga veprat vjetore të pendimit, të shkojmë në gëzimet e pashkëve, të denja për kremtimin. Ty gjithësia e sendeve, të adhurov trinie mëshirshme, me faljen tënde të përtrir, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Po si mund t'i këndojmë këngët e Zotit në dhej të huaj? Psalmi 137. Mbi lumenjt e Babilonis. Mbi lumenjt të Babilonit, atje rrinim e lotonim, e në përmend shkonim Sionin, në shelqe në mes të ti, qese tona në gemi varëm. Shi atje shpërngulësit tanë, tu këndojmë prej nesh kërkuan, të gëzohemi shtypsit urdhëronin, na i këndonin këngët e Sionit. Po si mundim t'i këndojmë këngët e Zotit në dhej të huaj? O mu thaft o krahu mua, Jerusalem për në të harofsha. Për qielës gjuha mu kapt mua, të kujtoj ty nëse unë pushofsha, në mos e vënqa Jerusalemin, mbi të gjitha gëzimet e mia. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po si mundim t'i këndojmë këngët e Zotit në dhej të huaj? Antifona e dytë. Ty do të këndoj o Zot në praninë e engjëjve. Psalmi 138. Himn falënderimi. Me gjithë shpirt të falenderoj o Zot, sepse i dëgjove fjalët e gojës sime. Të këndoj në praninë e engjëjve, adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. E lavdëroj emrin tënd për dashurinë e besnikrinë tënde, sepse e madhërove tezve premtimin tënd. Sa herë të thira në ndihmë, ti më vështrove, shpirti tim ja kërthndeze fuqit. Do të lavdërojnë o Zot të gjithë mbretërit e tokës, sepse i dëgjuan premtimet e gojës sate. Do t'i këndojnë udhët e Zotit, sepse e madhe është lavdia e Zotit, sepse i lartë është Zoti e i shikon të përvujtët, e prej së largu i dallon krenarët. Kur të më duhet të eci në mes të vështirësive, ti marrua jetën, shtrije dorën kundër zemrimit të armiqve të mi, e më shpëto me të djathtën tënde. Çka kam filluar, Zoti do ta kryej për mua. E amshueshme është o Zot mirësia jote, mos e përbuz veprën e duarve të tua. Lavdi atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ty do të këndoj o Zot në praninë e engjëjve. Antifona e tretë. Lavdi ty qengji prerë, ty nderi dhe pushteti në shekuj. Kënga krahason me librin e Zbulesës kapitulli 4. Himni i të shëlbuarve. Idej një o Zot hyi ynë, të marrësh lavdin, nderin dhe pushtetin, sepse ti krijove gjithçka dhe me vullnetin tënd, gjithçka u bë dhe u krijua. Ti e idejnë o Zot të marrësh librin, dhe ti zgjidhësh vulat, sepse që e prerë dhe me gjakun tënd i shpërbleve për hyin, njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe komsie, dhe i bëre për hyin ton, mbretëri dhe priftrin. Dhe ata do të mbretrojnë për mbi tokë. Idejnë është qengji i prerë të marrë pushtetin,
pasurin, dijen, fuqin, nderin, lumturin dhe lavdin, lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. lavdi ty që në gjiprer, ty nderi dhe pushteti në shekuj. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 8 rreshtat 5 deri 8. Ata që jetojnë në ndikimin e trupit, jepen pas sendeve të trupit, e ata që jetojnë në ndikimin e Shpirtit Shenjtë, jepen pas sendeve shpirtërore. Të bësh çka dëshiron trupi, sjell vdekjen, e të bësh çka dëshiron Shpirti Shenjtë, sjell jetën e paqen. Sepse prirja e trupit është kundër hyjit, nuk i bindet ligjit të hyjit, madje as nuk mundet. Ata që jetojnë në ndikimin e trupit, nuk mund t'i pëlqejnë hyjit. Përgjigje e shkurtër. Na përtëri në zemër dhe do të jemi populli yt. Na përtëri në zemër dhe do të jemi populli yt. Vendos në neja o Zot një shpirt të ri, dhe do të jemi populli yt. lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Na përtëri në zemër dhe do të jemi populli yt. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Tani u shërove, mos më kato më, që të mos të gjej ndonjë e zezë më e madhe. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrëzoj princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Tani u shërove, mos më kato më, që të mos të gjej ndonjë e zezë më e madhe. Lutjet e besimtarve. Ta madhërojmë Krishtin Zot, i cili i ngritur në kryq të gjithë i afroi ka vetja, me për shpirtri ti drejtohemi. O Zot, tërheqi të gjithë njerëzit ka vetja. O hy, dritë e cila ndriçon nga misteri i kryqit, leti tërheq të gjithë që të njohin ty, rrugën, të vërtetën dhe jetën. O Zot, tërheqi të gjithë njerëzit ka vetja. Të gjithëve që kanë etje për ty, jep ujin e jetës që të mos kenë etje më. O Zot, tërheqi të gjithë njerëzit ka vetja. Ndriçoj të gjithë ata që kultivojnë shkencën dhe mjeshtritë e tjera, që t'i bëjnë njerëzit më të përshtatshëm për mbretërinë tënde. O Zot, tërheqi të gjithë njerëzit ka vetja. Kthej të gjithë ata që për shkak të mëkateve apo shkandullit janë larguar prej teje, që të afrohen dhe të qëndrojnë për herë në dashurinë tënde. O Zot, tërhiqi të gjithë njerëzit ka vetja. Të gjithë të vdekurit tanë pranojnë në lumturinë tënde, që të gëzohen për gjithmonë me të lumen Mari gjithmonë virgjër dhe me të gjithë shenjtrit. O Zot, tërhiqi të gjithë njerëzit ka vetja. Ati ynë që e në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim,
por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Ky ushtrim kreshmor në jetën e krishter i përgadit o Zot zemrat e besimtarëve të tu, që t'i përjetojnë si duhet misterit e Pashkëve dhe t'u akumtojnë vëllezërve shëlbimin tënd. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë Hy për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruaj prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.